Përshëndetje. Ta themi që në fillim dhe të jemi të qartë. Nuk sillemi gjithmonë si budallënj sepse nuk kuptojmë. Shpesh sillemi si budallënj sepse na leverdis. Është zgjidhje, jo mungesë inteligjencë. Në jargonin themi bëj budallan. Në psikologji i afrohet asaj që quhet ignorancë e qëllimshme, pra një vetulje strategjike ose menaxhim i përshtypjes. Emri ndryshon, por logjika është e njëjtë. Më mirë të dukesh që nuk kupton, se sa të përballesh me pasojat e të kuptuarit. Kjo video nuk është justifikim për hipokrizin dhe as manual për të shmangur përgjegjësisë. Është një përpjekje për të shpjeguar pse në situata të caktuara truri ynë zgjedh rrugën e të bërit të budallajt, sepse shpesh kjo rrugë është më lehtë, më pak e dhimbshme dhe në planin afatshkurtër më fetimprurse. E para, budallallëku si mekanizëm mbrojtës. Kur bën sikur nuk kupton, nuk ke pse të reagosh. Nuk thua nuk e dija, nuk ke pse të marrësh përgjegjësi. Truri e ka mësuar shumë herët këtë. Që fëmia që bën sikur nuk kupton, shpesh i shpëton ndëshkimit. I rrituri bën të njëjtën gjë, vetëm se tani është paketuar pak më bukur. Në psikologji, kjo lidhet me shmangjen, mënyra më e shpejtë për të ulur stresin dhe të mos përballesh me situatën. Bëjmë budallan për të shmangur konfliktin, vendimin e vështirë, përplasjen morale ose frikën se do të dalim keq. Nuk është zgjidhje fisnike, por është zgjidhje praktike. E dyta, nuk e kuptova si strategji sociale. Në shumë ambiente shoqërore, të kuptuarit shumë nuk është avantazh. Njeriu që sheh qartë, që lexon mes rreshtave, që kap nën tekstin, shpesh bëhet i bezdisshëm për të tjerët. Prandaj ndonjëherë është më e sigurt të bësh sikur nuk e kap mesazhin. Ti e kupton që po manipulohesh, e ndjen, e sheh, por nëse e thua hapur, fillon konflikti. Nëse bën budallan, loja vazhdon pa zhurmë. Nuk është ndeshmëri, është ruajtje e qetësisë. Psikologjikisht quhet ruajtje e ekuilibrit social. Dhe në përkthim më të thjeshtë, në gjuhë më të thjeshtë, do të thosha se po e ha me bukë padrejsinë për të mos prishur punë. E treta, budallallëqet dhe pushteti. Sa më afër pushtetit të jesh, aq më shpesh do të shohësh këtë sjellje. Te politikan, drejtues, shefa që nuk kishin dieni, që nuk e dinin, nuk u informuan siç duhet. Nuk është rastësi. Është teknikë e vjetër. Bëhet sepse funksionon. Kur askush nuk e di kush dinte çfarë, përgjegjësia shpërndahet. Faji tretet. Dhe kështu nuk ndëshkohet seriozisht. Në psikologjinë e pushtetit, kjo quhet mohueshmëri e besueshme. Në gjuhën popullore, bëj budallan që të mos digjesh. E katërta, kur e vërteta prish punë. Jo çdo e vërtet është e dobishme në momentin që thuhet. Kjo nuk është thirrje për gënjeshtra, por pranim i realitetit njerëzor. Truri ynë nuk pyet i pari për moralin, por për koston. Në marrëdhënien intime, kjo shihet qartë. Shoh diçka, por bëj sikur nuk e kuptoj. Kuptoj një nënkuptim, por e mbyll, hesht. E di që diçka nuk shkon, por e shtyj për më vonë. Jo sepse jam budalla, por sepse përballja më duket më e dhimbshme se sa heshtja. E pesta është frika nga izolimi. Njeriu është qenie sociale. Truri e përjeton përjashtimin si kërcënim real. Studimet tregojnë se refuzimi aktivizon të njëjtat zona truri si dhimbja fizike. Prandaj, shpesh bëjmë budallan për të mos dalë kundër grupit, për të mos prishur atmosferën, për të mos u etiketuar si problematik. Budallallëku këtu është çmimi që paguajmë për përkatësi. Një kompromis i heshtur. E gjashta është budallëku ndaj vetes. Kjo është pjesa më delikate. Të bësh budallan me të tjerët është një gjë. Të bësh budallan me veten është një tjetër nivel. Kur njeriu thot,
nuk e di pse jam këtu, ose nuk e kuptoj pse më ndodhin gjithmonë mua këto gjëra, shpesh po shmang një të vërtet që nuk i pëlqen. Kjo lidhet me disonancën njohëse, konfliktin mes asaj që dim dhe asaj që duam të besojmë për veten. Budallëqet shërbejnë për të ruajtur imazhin personal dhe kur ky imazh na dëmton. E shtata kur budallëqet bëhen zakon. Problemi fillon kur kjo strategji kalon nga mjet në identitet. Kur njeriu nuk po bën më budallan her pas here, por jeton si i tillë. Shenjat janë të qarta: shmangje kronike e përgjegjësisë, viktimizim i vazhdueshëm, frikë nga vendimet dhe jetë reaktive. Në këtë pikë përfitimi afat shkurtër shndrohet në humbje afat gjatë. Jeta ngec. 8. Kur është zgjuarsi dhe kur është vetë sabotim. Të bësh budalla ndonjëherë është zgjuarsi taktike. Të bësh gjithmonë atë është vetë sabotim i pastër. Është e dobishme kur po mbron veten nga konflikti pa nevojshëm, kur po fiton kohë për të menduar, ose kur po ruan kufit e tu. Është e dëmshme kur po shmang rritjen personale, po heq dorë nga e vërteta dhe po tradhton veten. Dhe si përfundim do të themi, nuk jemi gjithmonë të guximshëm dhe të drejtë për drejtë. Truri ynë është ndërtuar për mbijetesë, jo për heroizëm moral. Prandaj ndonjëherë na lëvizhdis të bëjmë budallan. Pyetja nuk është pse e bëjmë, por sa shpesh dhe me çfarë kostoje, sepse ka një vijë shumë të hollë mes zgjuarsisë taktike dhe frikës kronike. Dhe ajo vijë, nëse e kalon shpesh, të kushton më shumë se sa e mendon. Miq, këtu do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.